Në kuadër të 81 vjetorit të sqarimit të qytetit të Lushnjës, në një ceremoni të zhvilluar në sallën e Muzeut Historik me vendim të Këshillit Bashkiak, ju dha titulli qytetar nderi zotit Gjergji Velo, ish drejtues në periudhën e sistemit komunist dhe kontribues në zhvillimin institucional të qytetit. Pas publikimit të lajmit në media, ka ardhur reagimi i menjëhershëm nga kryetari i grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Lushnjës, zotit Klement Çela. Në një deklaratë të shpërndarë në rrjetin e tij social, Çela ka theksuar se grupi i këshilltarëve demokrat distancohet plotësisht nga ky vendim, duke sqaruar se vendimi është marrë vetëm me votat e majorancës socialiste në Këshill. Gazetari i televizionit Apollon zhvilloi një komunikim telefonik me zotin Çela, i cili e konsideroi vendimin si një vendim të njanshëm politik, pa konsensus dhe që nuk përfaqëson të gjithë përbërjen e Këshillit. Sipas tij, për çështje të ndjeshme dhe me karakter historik, duhej kërkuar një konsultim më i gjerë dhe transparent ndaj publikut. Reagimi vjen si pjesë e debatit më të gjerë mbi vlerësimin e figurave të lidhura me regjimin e kaluar komunist dhe interpretimin e kontributit të tyre në ditët e sotme.